Kush është i mirë këtu s'ka të mirë për mua. Vesh shkurt, unë nuk po pajtona plotësisht ose kam këtë një mendim tamin tjetër për gjuhën që përdor opozita karshi vetëvendosjes. Veç ta supozojmë në qoftë se kishte me dal një inqizim ku dikush i Lidhjes Demokratike ose i PDK-s ose AOK-s e ka një bisedë me Radojqićin duke i thonë brate edhe po blerim, dakord se nuk është kjo tema që jam të përmend. Jo, duhet të ashtu. Unë jam të fol për gjuhën, unë nuk jam të diskutu kush me kon kandidat. Po, unë jam të fol për shembull, në qoftë se kishte me thonë me dal e kundërta, dikush i LDK-s duke bisedu me Radojqićin pasi që ka qenë listë në Zeza Amerikë, po, ishin mushezet me njerëz, kish pas shavme, kish pas fyrje, ofendime, nëse edhe kërcënime, çuçi kanë kërcënu Isa Mustafën për shembull, deri dhe në shtëpi kanë hyrë kanë sulmuar. Po Engelbert pse opozita ka bëu opozitë në sporadik. Ani nëse e ngrit si tempe diskutojmë edhe këtë. Do ta diskutojmë veç ta përfundojmë ato. Se që tash debati hapur muna edhe me. Ka ekzistuar vetëm një fjalë e Abdullah Hotit që kur ajo është pyet atje në korridorët e Brukselit. Razume srpski, ky ka thënë razume, po mallo, a din sa ofendimi sa bullizimi ju ka bë, po. E tashti këtu kena biseda të kryetarës së grupit parlamentar të vetëvendosjes duke marrë një vendim kundër veteranëve të UÇK-s. Kundër minimum. Po, tash prapë nuk ekziston një gjuhë sulmuese ofensive